Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këtë picën virale pa brumë dhe pa maja, e cila bëhet vërtet për vetëm 20 minuta do ta keni gati. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk, pasi jam e bindur që pasi ta provoni do bëhet e preferuara juaj. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 300 ml qumësht, një lugë çaji krip, 2 lugë gjelle vaj ulliri, ose çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj, dhe masën do ta përziem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi kemi përzier mirë 3 përbërësit, do shtojmë 6 lugë gjelle miell gruri. E mira do ishte që ta shtoni me ndihmën e një site, si kjo që unë kam në video, pasi nuk duhet të formohen kokriza. Dhe duke e shtuar në këtë formë, nuk formohen kokriza, pra bëhet më e thjeshtë përzierja. I kam bërë masën me lugë, pasi shumë nga ju edhe këtu dhe në Instagram më kërkojnë më mirë masën me lugë, sepse jo të gjithë ka një peshore në shtëpi. Do ta përziem shumë mirë derisa të bëhet një masë pak më e hollë si për krepa, si kjo që po shihni në video. Të gjithë masën do ta shtojmë në tavë, poshtë duhet patjetër një letër pjekje. E hedhim të gjithë tavën ashtu siç është dhe do shtojmë përbërësit e tjerë. Mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës. Unë do ju tregoj se çfarë zgjodha unë. Kam shtuar 100 gram sallam të ndarë në copa të vogla, 2 speca, një të kuqe dhe një jeshile, mund të zgjidhni të preferuarat tuaja, mund të shtoni edhe kërpudha edhe perime të tjera sipas dëshirës suaj. Kam shtuar 100 gram misër të ëmbël, I jep shumë shije dhe mbi të gjitha e bën edhe më të shëndetshme. Dhe sigurisht që nuk mund të mungonte edhe djathi, rreth 200 gram djath. Patjetër që mund të përdorni djathin tuaj të preferuar. Dhe disa ullinj që ne I preferojmë dhe I duam shumë. Dhe në fund kam shtuar djathin që sapo thash pak më lart. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Siç e pat, do ju marr as 5 minuta për ta përgatitur dhe direkt në furr. E pjekim në 200 gradë për rreth 20 minuta, varet nga furra që keni, mbase do ju marr edhe më pak minuta, prandaj e them gjithmonë që pjekja në varësi të furrës. Nuk e keni iden se sa e butë që është. Është pambuk e butë, shumë e shijshme dhe shumë herë më e shëndetshme se një picë me brumë të ardhur me majall që do akoma më shumë kohë që të vi brumi, të përgatitet dhe më pas ta përgatisni ju. Kjo do vetëm 5 minuta përgatitje dhe as 20 minuta pjekje dhe e keni gati. Provojeni dhe do më kujtoni. Do bëhet e preferuara juaj dhe mbi të gjitha fëmijët e adhurojnë, por mund ta merrni dhe më vetë në punë pasi qëndron e butë edhe kur ftohet. Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.